Përshëndetje miq, vazhdojmë përsëri me kreun e 4 të kanunit të labërisë. Deri tani pam kreun e parë, kreun e dytë, kreun e tretë dhe pam plotësisht 34 nene. Tani vazhdojmë me kreun e 4 me nenin e 35 të kanunit të labërisë. Në kreun e 4 të kanunit të labërisë do të shikojmë në dorën tënde, në komborën tënde, pra për të qenë në besë të dikujt. Çfarë përmban kreu i 4? Neni 35, e drejta për të kërkuar mbrojtje. Kreu 4, në dorën tënde, në këmbor. Neni 35, e drejta për të kërkuar mbrojtje. Në dorën tënde do të thot në mbrojtjen tënde. E drejta për të kërkuar mbrojtje. Në dorën tënde apo në këmborën tënde i përket çdo njeriu që ndodhet para rrezikut të vrasjes ose të plagosjes ose të çdo rreziku tjetër me thirrjen jam në dorën tënde. Jam në këmborën tënde. Kjo barazohet me kërkesën për besë. Neni 36, kush kërkon në dorën tënde, në këmborën tënde. Kërkesa në dorën tënde, në këmborën tënde mund të bëhet nga burri, gruaja, djali, vajza, i njohuri e i panjohuri, çdo udhëtar, zanatçi, tregtar apo person tjetër që kalon nëpër fshat, është në dorën apo në këmborën e fshatit dhe mbrohet prej tij, si një mbrojtje fizike dhe morale, një lloj siç mbrohet miku. Neni 37, kujt i kërkohet në dorën tënde? Kërkesa për të rënë në dorën tënde, në këmborën tënde, mund t'i drejtohet burrit, gruas, fëmijës së vogël apo shtëpisë së atij që ndodhet më afër në çastin e rrezikut dhe deri në derë të hasmit. Në çdo rast pranohet kërkesa pa asnjë kundërshtim për të vënë në mbrojtje të atij që kërkon në dorën tënde. Pranimi është burrëri, është faqe e bardhë, njësoj si ai që jep besën tjetrit. Të mbrosh tjetrin në rrezik është nder e detyrë edhe sikur ai të mos e meritojë. Edhe hasmi, po i shkoj në shtëpi dhe i kërkoj në dorën tënde, detyrohet të pranojë dhe të mos e vras, por ta marrë në mbrojtje. Të kërkosh në dorën tënde një gruaje ose vajzë duke e thirrë me emrin e babait të saj, quhet se ka kërkuar në dorën tënde të babait të saj dhe barazohet me mikun e tij. Po i thirrë në emër të burrit, gruaja filanit, atëherë quhet se është në dorën e burrit të saj. Për këtë do të lexoj edhe një shënim. Në fshatin Kuq të Kurveleshit, një person që ishte në hasmëri, duke u ndodhur para rrezikut të vrasjes nga hasmi, kërkoi mbrojtje nga një shtëpi aty afër. Në shtëpi në atë çast ndodhej vetëm një fëmijë i vogël. Hasmi i quajtur K e ndoqi nga pas dhe e vrau te shtëpia ku kërkoi mbrojtje. U mblodhën pleq dhe vendosën që personi me emrin K, pra ai që e vrau, kishte shkelur zakonin e mbrojtjes në dorën tënde, prandaj i kishte për t'i dhënë hak gjakun, pra ndaj shtëpisë pranë së cilës vrau hasmin e tij. Neni 38, si kërkohet në dorën tënde? Personi që kërkon mbrojtje thërret me zë të lartë, o filani, pra emrin e tij, ose o i zoti i shtëpisë, jam në dorën tënde. Edhe sikur të ndodhet një fëmijë në djep apo të mos ndodhet njeri fare në shtëpi, përsëri ai që kërkon është në mbrojtje, në dorën e kësaj shtëpie dhe po të vritet, vrasësi bie në hasmëri me këtë shtëpi, sepse prek nderin e saj. Neni 39, mos pranimi për mbrojtje. Mos pranimi e kërkesës së atij që thërret jam në dorën tënde, dënohet me pllakën e turpit dhe me bojkotim nga fshati. Neni 40, mbarimi i thirrjes jam në këmborën tënde. Thirrja jam në dorën tënde mbaron kur kalon rreziku, duke i shprehur mirënjohjen atij që e mbrojti pa asnjë detyrim tjetër. Për këtë do të lexoj edhe një shënim. Në Proganat, dyqanxhiu i fshatit nga Gjirokastra mbi 100 vjet më parë u grabit, u vra dhe u hodh në ster nga personi me emër A. Ky ishte krim i rëndë dhe turp për të rrëfshatin. Pasi u hetua çështja nga pleqtë, u zbulua autori i vrasjes dhe u dënua nga pleq me vdekje, pra vrasje pushkatim, duke ekzekutuar dënimin menjëherë sepse vrau një person që ishte nën këmborën e fshatit, në mbrojtjen e tij. Para 100 vjetësh, një person nga Kallarati kishte vrarë një njeri dhe kishte rënë në hasmëri. Për këtë shkak shkoi në fshatin Brataj, Smokthina, dhe kërkoi mbrojtjen e tij. Bratajt e pranojnë të jetonte në mbrojtjen e tij. Pas 2 vjetësh, ai shkoi në Kallarat për të takuar me familjen e tij, por u vra në tokën e Bratajt. Për këtë shkak, Brataj u detyrua të merrte hakën dhe pas disa kohësh një person u paraqit si mësues dhe vrau vrasësin. Mori hakën për mikun që kishte qenë në mbrojtjen e Bratajve. Pra, ky ishte kapitulli i 4 në dorën tënde, në mbrojtjen tënde. Patjetër që ato janë të gjithë ratës time, pra që kanë lindur në vitet 1970, 1971, 72, 73, 74, 75, patjetër që i kanë të trashëguara këto histori edhe nga prindërit e tyre edhe nga gjyshërit e tyre. Unë shpeshherë mbaj mend kur isha e vogël që vinte xhaxha im ose vishin xhaxhallarit e mi apo daja im apo njerëz të moshuar që vinin dhe ishin mysafir në shtëpinë tonë, gjithmonë diskutoheshin këto biseda, bisedat e besës, bisedat e gjakmarrjes, bisedat jam në dorën tënde, në mbrojtjen tënde.
madhe. Pra këto kanune, këto ligje të kanuneve, dhe pikërisht edhe ky kanun që momentalisht lexova, edhe këto ligje që momentalisht lexova, këto janë trashëguar deri në vitet 1980 në Shqipëri. Nuk e di tani mbase ka edhe disa fshatra mund të jenë që akoma i mbrojnë këto kanune, ashtu siç kemi edhe burneshat shqiptare që akoma edhe sot jetojnë në disa burnesha të cilat ato kanë qenë ato gra të cilat kanë kryengritur sidomos shtypjen dhe menjanimin e femrës, pra duke mos e trajtuar si qenie të barabartë me burrat, të cilat ato kanë kryengritur dhe thonë që burrat i kanë të gjitha përparësitë dhe që nga kryesore për të pasur flokë të shkurtra dhe për të veshur pantallon, atëherë edhe ne japim betimin që të vdesin si burnesha, i presim flokët, vejmë kapelan, vishemi me pantallon, marrim edhe shkopin në dorë dhe jetojmë me të gjitha të drejtat e barabarta, që të kemi edhe të drejtën e fjalës. Pra, edhe këto zakone, edhe këto tradita të gjakmarrjes, të mbrojtjes, të besës, të pranimit të dorës, pra jam në dorën tënde, janë trashëguar deri në kohët e sotshme në Shqipëri. Pra, ky ishte kapitulli i 4 i kanunit të Labërisë, që siç kam theksuar në programet e ardhshme, pasi të mbaroj kanunin e Labërisë, do të shfaq për ju edhe kanunin e Skënderbeut, edhe kanunin e Dibrës, edhe kanunin e Lumës, edhe kanunin e Gjakovës, edhe kanune të tjera të cilat i kemi pasur në zona dhe në treva të ndryshme, dhe pastaj do të shikojmë zënafillin e këtyre kanuneve, do të shikojmë ngjasimin e këtyre kanuneve, do të shohim ndryshimin në mes të kanuneve dhe do të shikojmë se në cilat kanune, cilat të drejta trashëgohen akoma edhe sot. Pra, mirupafshim në kapitullin e 5. Faleminderit nga të gjithë ato që më ndjekin, faleminderit nga të gjithë ato që më kuptojmë, se shpesh herë në video kur shfaqi videot arkivore, siç janë arkivat e Fermos, arkivat e dokumenteve të Vatikanit, arkivat e Turqisë, njerëzit të cilët janë me hamendje dhe nuk hapin libër të lexojnë gjithmonë akuzojnë, po të bëj përkthim e dokumenteve arkivore, Osmanlive thonë o bën politikën e Turqisë, kur bëjmë ato të Vatikanit o bën politikën e Italisë, fatkeqësisht janë në hamendjet, janë ato njerëz të cilët nuk kanë as besë, nuk kanë as fe, nuk kanë as dinitet, nuk kanë as kapacitet, nuk kanë as karakter, të cilët dinë vetëm të akuzojnë, dinë vetëm të thithin gjakun ashtu si ato ushujzat e këqija. Pra mirupafshim në kapitullin e 5 ku do të shikojmë miku dhe mikpritja, dhe do të shikojmë se në kapitullin e 5 të miku dhe mikpritja si është trashëguar deri më sot dhe a trashëgohet deri më sot në cilat zona mbahen këto tradita. Mirupafshim.